Një prej rrugëve më të rëndësishme të qytetit të Vlorës dhe njëkohësisht me fluksin më të lartë të automjeteve është kthyer tashmë në një kaos të vërtet. Rruga e re, e cila lidh zonën e Ish Kapeles pranë Sahatit të Vlorës dhe përfundon në hyrje të qytetit, që prej funksionimit të saj me 2 sense qarkullimi është kthyer në një lëmsh total. Automjete, të cilat qarkullojnë në çdo drejtim, por edhe kundravajtje, disa nga mungesa e informacionit dhe të tjera duke neglizhuar me dashje rregullin, duke u kthyer në burim aksidenti dhe mbi të gjitha duke sjell bllokim të trafikut rrugor. Megjithse prej muajsh tashmë, për shkak të punimeve për bulevardin e palmave dhe agrumeve, kjo rrugë është bërë me 2 sense qarkullimi, pavarësisht këtij fakti, asnjë mas nuk është marrë për vendosjen aty të sinjalistikës rrugore. Automjete që qarkullojnë në 2 sense qarkullimi pas informacionit në media, pasi përgjatë rrugës nuk ka asnjë tabel që e sinjalizon këtë fakt, me drejtues të automjeteve, të cilët në mungesë të sinjalistikës neglizhojnë edhe me të drejtë rregullin e vendosur në eshtje. Nga ana tjetër, një problematik më vete është edhe stacioni i autobusëve interurban, me këta të fundit që për të marrë apo për të zbritur klientët duhet të qëndrojnë në vendin e tyre të zakonshëm. Në shumë raste, autobus të parkuar edhe dysh, por edhe shumë të tjerë që qëndrojnë për pak momente për klientët në mesin e rrugës, duke bllokuar në total të 2 kursitë e qarkullimit. Edhe më parë ka qenë ky fenomen, por nëse më parë ishte një kursi e lirë për qarkullimin e automjeteve, tashmë në këtë kursi të vinë makina përballë, duke u përkthyer më pas në aksidente. Jo vetëm kaq, por aty qëndrojnë në mesin e rrugës edhe 10 drejtues automjetesh apo edhe administrator të taksive. Parkojnë makinën ku të mundin, jo vetëm për të marrë klient, por edhe për të pirë kafe në lokalet aty pranë, duke e thelluar edhe mëtej kaosin në këtë rrugë. Gjithashtu, vlen të theksohet edhe curia e punimeve për bulevardin e palmave dhe agrumeve, e curi punimesh kjo me ritmet e breshkës, punonjës që punojnë në orari zyrtar 8-3 dhe jo më tej këtij orari, duke bërë që projekti të ecë me hapa të ngadalta dhe duke u përkthyer në më tepër probleme më pas për qytetin. Me pak fjalë, më parë kur funksiononte me një ses qarkullimi, të gjithë qytetarët e Vlorës kërkonin kthimin e rrugës së re me 2 sense kalimi, ndërsa tashmë që vetëm pak muaj për shkak të punimeve po mundësohet kjo gjë, pak nga pak të gjithë po binden se kanë patur gabim në kërkesat e tyre.